Kosi e sëll të shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Kosi është konsumuar nga njerëzit prej qindra vitesh. Ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregull do të sjellë përfitime të konsiderueshme në shëndetin tuaj. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund ta bëjë atë të kthehet në një lloj zgjedhje të përkryer, qoftë një ushtrim dërtues për palestrën ose edhe vëzhgimi i dietës së tyre ose edhe kombinimi i ushqimeve të shijshme. Sa i përket dietës së shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në recetat dietike sipas dietologëve. Kosi, nëse konsumohet vazhdimisht gjatë ditës, mund të sjellë përfitime të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zorrëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shëndeti i zorrës mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësore për të ruajtur dhe për të mbajtur jetën tuaj të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit, thithjen e lëndëve ushqyese dhe ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Një gjë e tillë mund të ndihmojë në këtë proces, sidomos është edhe konsumi i kosit vazhdimisht gjatë dietës. Konsumi i kosit do të ofrojë probiotik, të cilat janë të rëndësishëm për tretjen e shëndetshme. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e kosit të freskët natyral të përgatitur vetë në kushte shtëpie, pa yndyrna të shtuara ose pa sheqerna, si një zgjidhje shumë e mirë për të lehtësuar procesin e tretjes. Kosi është një produkt fantastik edhe për të përmirësuar humorin. Në mes të problemeve të stresit të punës ose çfarëdo lloj gjë tjetër që largon humorin tuaj, ka mënyra klasike për ta përmirësuar atë. Ushtrimet dhe gjumi i mirë, por edhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm të humorit. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme të keni sistem imunitar të shëndetshëm për të mbajtur larg edhe komplikacionet. Kosi gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese e dietës suaj. Kosi është një nga ushqimet të cilat mund të konsumohen edhe në kombinime të ndryshme. Ai është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitaminën B2, B12 dhe në këtë video sipas health.com do të mësoni për vlerat që do të ketë kosi nëse konsumohet në mëngjes, gjatë drekës ose çdo ditë në dietën tuaj. Si fillim, kosi do të jetë aleati juaj më i mirë kundër problemeve të tretjes. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksinat dhe nga bakteriet. Ai do të qetësojë ndjeshëm sistemin në rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi është një zgjedhje shumë e mirë dhe ka aftësinë të rrisë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi është një zgjedhje shumë e mirë për tensionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi dhe kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e toksinave të gjakut dhe shëndetin e zemrës. Ai është i mirë kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet në organet e tyre. Kosi përmban lactobacillus, bakterie që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Kosi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Një filxhan i vetëm me kos do të ofrojë 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse e kombinoni që në mëngjes u keni dhënë kockave forcën e duhur, ai do të ofrojë bakterie të mira. Kosi përmban probiotik të cilët eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrja në stomak ose diarrea, është e këshillueshme që ta hani kos që në mëngjes. Kosi është i mirë pas aktivitetit fizik. Proteinat e kosit jep muskujve aminoacide që u duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi do ta ndihmojë të rikthehet përsëri. Kosi është gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në rastin tuaj kundër alergjive. Përdorimi i kosit në dietën tuaj mund t'ju mbajë larg edhe problemet e alergjive.
Nëse doni të reduktoni peshën e tepër trupore dhe të përmirësoni atë, shtoheni kosi në dietën tuaj. Kosi përmban vetëm pak kalori dhe për më tepër falë kombinimit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbas më shumë kilogram të tepërt. Kosi është një zgjedhje shumë e mirë kundër kaviteteve. Kosi i mbron dhëmbët nga kavitetet. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe gjithashtu edhe nga bakteriet. Ndaj konsumit të tij në dietën tuaj në mënyrë të rregullt, do të kthehet një aleat të mirë të shëndetit tuaj dentar. Kosi i kombinuar vazhdimisht edhe me ushqime të mira do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të reduktuar nga trupi edhe kilogramat e tepërt. Hani të paktën 500 gram kos në ditë dhe bëuni që të blini edhe pantallona ose xhinse të reja, me përmasa më të vogla. Kosi është shumë i mirë nëse doni të reduktoni peshën e tepërt të trupit. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të rrisni përfitimet në organizëm dhe të mbani larg komplikacionet e tyre. Kosi mund të ofrojë baktere të mira për sistemin tuaj tretës. Bakteret e mira, të cilat gjenden te kosi, i ndihmojnë aparatit tretës edhe në zhdukjen e mikroorganizmave të këqija që shkaktojnë infeksione. Kosi është i pasur plot me vitamina. Kosi mund të përmbajë gjithashtu shumë potasium, fosfor, jod, zink, riboflavin, vitamin B5, B12. Vitamina B12 sidomos është shumë e rëndësishme për dietën tuaj. Është një vitaminë që gjenden zakonisht edhe te mishi i pulës dhe i peshkut. Gjithashtu kosi është një ushqim perfekt për ndërtimin e trupit pas palestre. Kur stërviteni, humbisni energji dhe ruani muskujt më dobët. Prandaj pas stërvitjes ju duhet të zhvendësoni energjinë e humbur duke marrë proteinat e duhura të rëndësishme që rifuqizojnë muskujt. Kosi do të ndihmojë në këtë rast edhe dhe rezultatet do të jenë më të mira. Kosi është i mirë kundër tensionit të ulët. 70% e njerëzve konsumojnë 2 herë më shumë krip se ç'është e rekomanduar. Kripa, sado që t'i shtojë shije, mund të shkaktojë edhe probleme. Potasiumi i kosit pastron trupin nga kriprat e tepërta. Sipas ekspertëve të rriturit që konsumojnë kos në dietën e tyre, do të mbajnë larg këto komplikacione. Kosi gjithashtu është një zgjedhje shumë e mirë edhe e proteinës. Proteinat janë përbërësit kryesor që merren me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e trupit dhe të gjitha funksioneve metabolike. Kosi është i pasur me proteina dhe një mënyrë e shëndetshme për të marrë proteinën që ju duhet. Gjeni llojin e kosit tuaj të preferuar të trash ose të lëngshëm, në gotë ose në shishe, pa yndyrë ose me pak yndyrë dhe lista e produkteve do të jetë gjithashtu edhe më e mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kosi është një zgjedhje shumë e mirë për bakteriet tuaja. Por disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ato të kthehen në çdo lloj zgjedhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose vëzhgimi i dietave të tyre. Zakonisht kombinimi i produkteve të tilla do ju ndihmojë në reduktimin e peshës së tepërt. Nëse doni të keni një zorrë më të shëndetshme, shtoni kosi në dietën tuaj. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka me të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe kosi. Nëse doni kocka të forta, shtoni kosin në dietën tuaj. Kosi do të përmbajë gjithashtu minerale të duhura të kalciumit dhe të kaliumit, të cilat janë kontribuesit kryesor në fuqizimin e nyjeve. Kosi mund të cilësohet një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për të përmirësuar humorin. Në mes të problemeve të stresit të punës ose çfarëdo lloje gjëje tjetër, humori është shumë i lehtë që të bjerë. Ka mënyra klasike për ta përmirësuar atë. Ushtrime dhe gjumi i mirë dhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm. Kosi është i mirë për rritjen e imunitetit dhe gjithashtu edhe për kujdesin e shëndetit të trupit. Ndaj konsumoheni brenda normës për të marrë më shumë përfitime dhe për të nxitur organizmin të jetë gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.